Kryeministri Edi Rama ka inspektuar punimet në kantierin e shëtitores së Tushemishtit dhe parkut të Drilonit në Pogradec. Ky transformim u shpreh Rama do e kthej portën hyrëse të qarkut Korç në një destinacion turistik akoma më të preferuar për vizitorët vendas dhe të huaj. Ndërkohë ai ka kërkuar Bashkisë së Pogradecit që të bëjë punën e vet, duke e zgjeruar edhe më tej këtij investim. Si të bërë në Korç, ku bëhen ngjashmërisht. Bëhet një pjesë në bashkëpunim, pastaj zgjerohet në bashkia. Në pjesë kjo histori thjesht vinë të tjerë të bëjnë, dhe bashkia ato rrove. Pazari vjetër për shembull ka qenë një model ku një pjesë investuar nga fondi amerikan shqiptar, pastaj pjesa tjetër bashkia, qeveria, pjesën e Luanit. Po bashkia. Me këtë investim, shëtitoria e Tushemishtit dhe parku i Drilonit në Pogradec shumëfishohen në 150 hektar, me 13 ura të reja, shëtitore, korsi biçikletash, 8.000 pemë të mbjella, 5 kilometra gjatësi të lundrueshme me vark, 3 parkime me 550 vende për automjete, brenda një zone të aksesueshme që shkon deri në Zagorçan, për të përfunduar në pikën doganore, duke e kthyer Pogradecin në një destinacion turistik edhe më të preferuar.